Pas shefave të tyre, firmat kundër zajednicës dhe humbjes së territorit me malin e zi, i vendosën në peticion edhe drejtues të partive opozitare në Ferizaj. Pas nënshkrimit, kryetari i AK-s, nismës dhe qendrës së vetëvendosjes vlerësuan se mbështetja qytetarëve për këtë kërkesë ka bërë që ata mos të ndalen duke bërë presion tek qeveritarët për mbrojtje të shtetit dhe kundër marrëveshjes së 25 gushtit. Mendoj se kjo nuk është çështje vetëm e partive opozitare, por është e gjithë qytetarëve, edhe atyre bile partive në pushtet, sepse do të jetë një problem shumë i madh në të ardhmen për ta zgjidhur kur Serbia do ta forcojë komunitetin përmes asociacionit dhe në të njëjtën kohë shqiptarët do të kenë problem me këtë asociacion për arsye se është asociacion që jep kompetenca jashtë qeverisë Republikës Kosovës, jashtë ligjeve të Kosovës. Qytetarët janë të ju përgjegjë masovikisht e kanë kuptuar që po bëhet fjalë për mbrojtje të shtetit të Kosovës kundër prezencës Serbisë këtu në Kosovë. Ne nisma për Kosovën Dega në Ferizaj e përkrojmë këtë peticion të organizuar nga bashkimi i opozitës. Njëherët i bëjmë apel të gjithë qytetarëve, pa dallim partijake që të nënshkruajnë këtë peticion në të mirë të vendit, në mënyrë që ta largojmë këtë keqe i cilën po i kanuesit vendit. Zariqi, i cili në nivel lokal përfaqëson pozitën, thotë se pavarësisht përvojave që peticionet nuk kanë ndruar procese, beson se kësaj radhe qytetarët do të jenë më këmbgulës. Besoj që i ndryshon proceset, sepse proceset udhëhiqen nga njerëzit, jo nga pushtetarët. Pushtetarët janë vetëm ekzekutues të vendimeve të favorshme për qytetarët dhe jo të vendimeve që i dëmtojnë qytetarët. Prandaj, nëse është vullnet i mirë i qytetarëve, unë besoj fuqishëm se kjo duhet të ndërpritet. Ndërsa qytetarët që sot nënshkruanin peticionin që ishte vendosur në bulevardin e qytetit, besojnë se nënshkrimi i tyre do të ndikojë në prishjen e kësaj marrëveshjeje. Vallai, më shumë vetë një heq për ata që me nënshkruaj të mishodha nuk bëhet, çka po dynë politikajt na. Po për çka nënshkruajte? Nënshkruajta kundër zajednicës. Pa pse me ordha e këtu, na i kemi të unat, na s'kem nevojë. Ata i kanë punë të veta në aty. Une po mendoj na s'po dim edhe shka me folë, mo jena ketë befasohë, jena të rënditën, kena hub ketë, kena hub me s'pi u besojmë, thyne, është fort. U dhe kësaj, u dhe të sije si beson kërkosh. Po çka po të me bo? Me bo, minë rogë. Minë rogë më kari një, po shkata, ata veç po vjedhin, vjedh. Organizatorët njoftuan se që nga dje janë grumbulluar rreth 1500 nënshkrime, ndërkaq mbledhja e tyre do të vazhdojë edhe ditëve të tjera.